Një aksident tragjik është regjistruar në qytetin e Durrësit ku një automjet tip BMW X5 përfundoi poshtë urës së Dajlanit. Lidhur me këtë ngjarje ka reaguar së fundmi edhe policia e Durrësit, e cila përmes një njoftimi zyrtar ka bërë me dije se aksidenti tragjik është regjistruar rreth orës 20:15, ku automjeti me drejtues shtetasin AG 26 vjeç ka rënë nga mbikalimi. Si pasojë ka ndëruar jetë pasagerja 18 vjeçare me inicialet VG, ndërkohë kanë mbetur të plagosur 26 vjeçari si dhe 2 këmbësor shtetasit TT 33 vjeç dhe AM 35 vjeç, të cilët ndodhen në spital nën kujdesin e mjekëve. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.